është hera e tretë ose katërt që raketat që drejtohen për në detin Medve kalojnë nga territori i Turqisë dhe pastaj Turqia dhe SBA-ja bashkë reagojnë. Kjo gjë nuk e fut Turqinë në luftë, por sigurisht nuk i bën të lumtur aq më tepër që për rreth një muaj duhet të fillojë aktiviteti i turizmit masiv në jugun e Turqisë, që ndodhet sigurisht në pjesën jo larg Incirlikut, në zonën e Mesdheut Ligor, pra Antalya, Bodrumi dhe gjithë ato hapësirët aty. Kështu që edhe ky veprim ushtarak ishte i suksesshëm, por Turqit mundohen të mos e kenë lajm të parë, sepse kjo gjë do t'i dëmtonte ekonomikisht. Por tregon edhe një gjë tjetër, që Turqia është një vend i sigurt, edhe sistemi i sigurisë Turqisë funksionon, kështu që besoj që shqiptarët këtë vit do ta kenë të mundshme të shkojnë sërish në pushime në Turqi. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Mirë se vini në Matrix. A po bie miti i superioritetit ajror amerikan? Pse avionët amerikan porrozohen mbi Iran? Është dështim teknologjik apo një strategji e re iraniane që po ndryshon rregullat e luftës? Dhe nëse qielli nuk kontrollohet më, çfarë po ndodh në det? A mund të hapet realisht ngushtica e Hormuzit? Apo është një mision i pamundur edhe për superfuqitë si SBA? Me Ilir Kullën sonte do të flasim edhe për takimin e Erdogan me Larry Fink e çështje të tjera, vetëm në Matrix, në TV1. Kulla, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Mehmet. Si të kemi sot? Mirë, përshëndetje nga Stambolli. Je spaku gjeografikisht, fizikisht më afër asaj se çka po ndodh atje. Si shihet lufta SBA, Izrael dhe Iran nga ajo pjesë e botës? Shiko, në Turqi perceptimi i luftës ka të bëjë më shumë me shqetësimin e ekonomisë dhe të inflacionit. Sikundër edhe ju e njihni Turqinë, është një vend që tashmë ka kaluar kaq në vitin 2003, kur filloi lufta në Irak, që gjithmonë në kufit e Turqisë zhvillohet një luftë. Kështu që edhe kaq të lumtur nuk janë, aq më tepër që kjo ka të bëjë drejt për drejt edhe me sigurinë fizike, atë detare, po mbi të gjitha me ato ekonomike. Megjithatë jeta vazhdon, turizmi gëlon, aktiviteti vazhdon, por efektet e luftës, ato që kanë të bëjnë me inflacionin, janë të ndjeshme. U raportua sot në media, Kulla, se forcat aleate të NATO-s rrëzuan një raketë balistike e cila kaloi nëpër territorin turk. Ishte ky lajm i saktë? Tamam forcat aleate të NATO-s, jo. Domethënë ka aktiviteti kundër raketor më saktë amerikan në detin Mesdhe, të më saktë në Incirlik, ka rrëzuar edhe një herë tjetër një raketë, dhe kjo është hera e tretë ose katërt që raketat që drejtohen për në detin Mesdhe kalojnë nga territori i Turqisë dhe pastaj Turqia dhe SBA-ja bashkë reagojnë. Kjo gjë nuk e fut Turqinë në luftë, por sigurisht nuk i bën të lumtur aq më tepër që për rreth një muaj duhet të fillojë aktiviteti i turizmit masiv në jugun e Turqisë, që ndodhet sigurisht në pjesën jo larg Incirlikut, në zonën e Mesdheut Ligor, pra Antalya, Bodrumi dhe gjithë ato hapësirët aty. Kështu që edhe ky veprim ushtarak ishte i suksesshëm, por Turqit mundohen të mos e kenë lajm të parë, sepse kjo gjë do t'i dëmtonte ekonomikisht. Por tregon edhe një gjë tjetër, që Turqia është një vend i sigurt, edhe sistemi i sigurisë Turqisë funksionon, kështu që besoj që shqiptarët këtë vit do ta kenë të mundshme të shkojnë sërish në pushime në Turqi.